Që nga fillimi tetorit, i njohur si muaji i letërsisë, në Shkodër aktivitetet kushtuar librit kanë qenë të shpeshta. Në agjendën e veprimtarive të organizuara nga Biblioteka Publike Marin Barleti, këtë vit dominojnë takimet me autor, promovimet e librave të rinj dhe botimeve që synojnë të afrojnë fëmijët e të rinjt me librin si lexuesit e të ardhmes. Këtë muaj nuk kanë mungu aktivitetet për fëmijë, ku në qendër janë të ftuar shkrimtar të letërsisë për fëmijë, aktiviteti i përçdojavshëm detektiv të vegjël, klubet e librit për të rinj dhe për të rritun. Pjesë e organizimeve të muajit kanë qenë edhe aktivitetet me shkollat e mesme, ku në qendër ka qenë krimtaria e trive. Shkrimtari Xhahid Bushati shprehet se muaji i letërsisë është një gjetje e mirë për të nxitur kulturën e leximit, veçanërisht te brezat e rinj. Por sipas tij një muaj nuk mjafton për ta bërë librin pjesë të përditshmërisë së tyre. Libri është një mik i përjetshëm për cilën ke nevojë ta mbash gjithkohës. Për këtë arsye duhet ta shtrim në 12 muaj të vitit, sepse gjithmonë fëmijët kanë interesa të ndryshme. Muaji i librit në Bibliotekën Marin Barleti do të kulmojë më 31 tetor me festivalin mbarkombëtar që i kushtohet letërsisë shqipe të pas viteve 90, ku do të marrin pjesë 12 autorë të njohur, shkrimtar dhe poet nga të gjitha trojet shqipfolse.